إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi vullin e pejgamberis Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdo me ligjëratën e radhës nga seria ligjëratave veprat e zemrës. Pra jemi tek vepra e dytë, sinqeriteti, kemi folë për bindjen, tash jemi tek vepra pra sinqeriteti. Ligjëratën e kaluar të nderuar vëllezër, nëse ju kujtohet, kemi folur për dobit e përshpejtuara, pra që arrin robi i sinqert në jetën e kësaj bote, dhe kemi përmend 6 dobi. Dhe sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të vazhdojmë me dobin e 7, që është pra e kemi titulluar me kur njeriu është i sinqert, Allahu i mjafton në çdo aspekt të jetës. Pra kjo do t'jetë ligjërata e sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është titulli i ligjëratës, pra titulli kryesor. Pastaj nërte do t'i sjellim ato dobi që Allahu subhanahu wa taala i sjell dhe i ndihmon të sinqertit nga kjo botë. Dhe ligjëratën tjetër me lejen e Allahut, pra ligjëratën e ardhshme, do të flasim për dobit dhe frytet që i sjell sinqeriteti pra në botën tjetër, pra në xhenet. Pra në botën tjetër, fakt, dobi që i sjell pra sinqeriteti dhe një prej dobive kryesore është pra hyrja në xhenet, dhe dobi tjera që do t'i përmendim inshallah me lejen e Allahut ligjëratën e ardhshme. Pra kur njeriu është i sinqert, Allahu mjafton në çdo aspekt të jetës. Pra të sinqertit, të nderuar vëllezër dhe motra, i mjafton Allahu nga shumë aspekte, ndër të cilat janë: të sinqertin, Allahu e liron nga bara e njerëzve, nga kurthat e tyre dhe nga e keqja e tyre. Pra, njeriu i sinqert, Allahu subhanahu wa taala e nxjerr pra nga e nxjerr të shëndosh nga ato kurthat dhe ato përgatitjet që i përgatisin njerëz pra të cilët janë armiq të besimtarëve, janë armiq të njerëzve të sinqert në krye, pra duke u nis pra ata janë armiq të Allahut subhanahu wa taala. Mu për këtë Allahu subhanahu wa taala ka dhënë një lloj garancie për atë i cili është i sinqert se do t'i mjaftojnë Allahu. Momentin që njeriu t'i mjafton Allahu subhanahu wa taala, pra nuk ka nevojë për askënd. Mirë po, momentin që nuk e ka Allahun subhanahu wa taala, nuk i bën dobi askush. Pra thonë dietarët, men wajada Allah famadha faqat, ai i cili ka gjetë Allahun çfarë humbi, wa man faqada Allah famadha wajad, ai i cili humbi Allahun çfarë gjeti. Thot Allahu subhanahu wa taala, alaysa Allahu bikafin abdahu, a nuk i mjafton Allahu subhanahu wa taala robit të tij, wa yukhawifunaka billadhina min duni, dhe ata o Muhammed pra mundohen të friksojnë pra me zota të tjerë përveç tij, wa man yudlilillah fama lahu min had, atë që Allahu e shpije në humbje nuk mund ta udhëzoj kush. Pra të nderuar vëllezër, këtu ky ajet nuk është për qëllim pra vetëm një rob, vetëm për një njeri, sepse siç dihet ka edhe disa forma tjera të leximit, siç është Hamza, Kisai dhe kështu me radhë, e lexojnë alaysa Allahu bikafin ibadahu, pra në shumës. Dhe kështu që këtu hynë të gjithë ato rob të cilët janë të sinqert,
për Allahun subhanahu wa taala dhe nuk veçohet njëri pra nga tjetri, mirë po të gjithë të cilët e kanë këtë vepër në zemër, sinqeritetin, hynë këtë ajet ku thot Allahu elejsa Allahu bikafin ibadahu. Pra a është Allahu, pra a nuk është Allahu mjaftues i robërve të tij. Të nderuar vëllezër, siç dihet në Kur'an, nëse marrim edhe e bëjmë një lloj induksioni të Kur'anit, e kuptojmë se në Kur'an gjenden dy maije, pra dy shoqërime apo dy pra që Allahu subhanahu wa taala i ka me robët e vet. E kemi el maiyetul ame, pra një lloj shoqërie apo një lloj mbikëqyrje apo një lloj si më thon qenie Allahut pra me të gjitha krijesat. Kjo është maiyetul ame. Pra kjo nuk dallon besimtarin apo jo besimtarin, të mirin apo të keqen, mirë po Allahu subhanahu wa taala me dijen e tij, me mbikëqyrjen e tij, me fuqinë e tij, sundimin e tij, pra është pra dhe këto hyn të gjithë krijesat. Normal, Allahu subhanahu wa taala siç e dim që Allahu subhanahu wa taala nuk i përngjan askush, dhe Allahu kur themi Allahu është këtu, ne kemi për qëllim pra prezencë fizike, ta'ala Allahu uluan kebira, pra nga përgjasimi Allahut me krijesa, mirë po e kemi për qëllim pra të nderuar vëllezër se Allahu subhanahu wa taala me dijen e tij, me sundimin hynor, me mbikëqyrjen e tij dhe kështu me radhë, pra wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dhe një gjeth në fund të botës atje në pyjet e pashkelura nuk bje vetëm se Allahu subhanahu wa taala e din. Pra kjo është ajo el maiyetul ame që Allahu subhanahu wa taala wa huwa ma'akum, si thot, dhe Allahu është me juve në aspektin, pra këtu nuk dallon besimtari apo jo besimtari, i miri apo i keqi, mirë po këtu hyn të gjithë kategoritë e njerëzve. Mirë po kemi edhe një el maiyetul khasa, një lloj afërsie e veçantë Allahut me besimtar. Ajo është ndihmesa Allahut për besimtarët e sinqert, për durimtarët, për njerëzit të devotshëm dhe kështu me radhë. Thot Allahu subhanahu wa taala inna Allaha ma alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allahu është me ata të devotshmit dhe ata bëmirësit, pra muhsinin, ata të cilët bajnë mirë. Të nderuar vëllezër, nuk ka dyshim se prej veprave kryesore që i ndihmon njeriu të arrijë devotshmërinë, devocionin, bamirësinë dhe kështu me radhë është sinqeriteti. Pra sinqeriteti është kulminacioni i devotshmërisë dhe i bamirësisë dhe kështu me radhë. Për atë Allah thot, Allahu është me të devotshmit. Mirë po të nderuar vëllezër, diçka duhet ta kuptojmë se veprat e zemrës, qoftë bindja, qoftë sinqeriteti, qoftë devotshmëria, qoftë frika, qoftë shpresa dhe kështu me radhë, këto kanë lidhshmëri të ngushtë njëra me tjetrën, sepse njeriu nuk ka mundësi me qenë i devotshëm nëse nuk është i sinqert. Nuk ka mundësi me qenë i sinqert nëse në të nuk ka bindje, sepse bindja është ajo që e shtyn të jetë i sinqert për diçka dhe kështu me radhë. Pra kur thot Allahu është me të devotshmit, pra nuk kufizohet vetëm me të devotshmit, po këtu hyn të sinqertët, durimtarët, pra të gjithë ato të cilët i kanë pra veprat e zemrës në rregull. Për atë Allah thot inna Allaha ma alladhina taqaw, me të vërtet Allahu është me të devotshmit. Pra këtu hyn edhe të sinqertit, këtu hyn ato që janë të bindur, këtu hyn ato që kanë frikë Allahun, këtu hyn ato që kanë shpresë tek Allahu dhe kështu me radhë. Walladhina hum muhsinun, dhe ato të cilët janë bëmirësa. Pra ihsani është një shkallë më e lartë pra se sa vet imani. Dhe veprat e zemrës, të nderuar vëllezër dhe motra, janë shkallë, pra janë disa vepra apo është një nivel i veprave të zemrës që njeriu nuk bën me zbrit në atë nivel. Pastaj kjo vazhdon dhe lart dhe më lart. Pra e para, siç thash të nderuar vëllezër, dobia e parë është se Allahu të sinqertin e liron nga barra dhe nga kurthat e njerëzve dhe nga e keqja e tyre. Për atë thonë dietarët, thot u këshilloheshin mes vete, këtë transmeton një nga selefët Aun ibn Abdillah, mes vete duke e shkruar njëri tjetrit për 3 çështje. Pra u këshilloheshin dietarët mes vete. Dhe i thoshin, këshilla ndoshta në aspektin shumë të shkurta, mirë po me kuptime shumë të mëdha. Thot kush punon për ahiretin e tij, Allahu do t'ja heqë brengën e dunjas. Pra një këshill me shumë pak fjalë, mirë po rregull jetësor.
Kush e përmirëson brendësinë e tij, Allahu ja përmirëson të jashtmen e tij, pra të dukshmen. Pra, siç thash, këto janë këshilla, siç thonë arabët, shkruhen bima udh-dhahab, me ujë dukatit, pra thjesht. Kush punon për ahiretin, Allahu ja heq brengën e dunjas. Kush e përmirëson të brendshmen, Allahu ja përmirëson të dukshmen. Dhe e treta në lidhje me pikën tonë, kush thot e përmirëson atë që gjendet mes tij dhe Allahut, Allahu ja përmirëson atë që gjendet mes tij dhe njerëzve. Pra të nderuar vëllezër, nëse njeriu është i sinqert, fare nuk duhet të brengoset dhe ta vras mendjen pra për opinionet, komplimentet, komentet e njerëzve për te, derisa ai person është në rrugë të drejtë dhe është i sinqert për Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu pra dobi tjetër apo fryt tjetër të nderuar vëllezër dhe motra që sjell sinqeriteti në këtë botë, është se Allahu e shpëton të sinqertin kur gjendet në vështirësi dhe të lashe, ati i bën rrugdalje pas vështirësive dhe pas mërzis i sjell lumturi. Pra, Ikreme ibn Abi Jahl të nderuar vëllezër, ishte nga njerëzit më armiq që luftun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse këtë armiqësi ky e kishte thith nga babai i vet Ebu Xehli. Dhe ky e luftoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shumë. Mirë po, kur u çliru Mekja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç është e njohur në historinë, i fali të gjithë njerëzit vetëm 4 burra dhe 2 gra, i përmendi me emra dhe tha, nëse i gjini këto 4 njerëz, këto 4 meshkuj dhe këto 2 burra, mos i fali dhe mbytni qofshin edhe të pra mutalliqin bi astaril Kabe, edhe në qofshin të kapur për gurin e Qabes. Kur i vjen ky lajm Ikrami ibn Abi Jahl, pra atëheran ky niset për me ik në Yemen. Dhe hypën në anije, atëheran pra fillojnë valt dhe ato në anije i thojnë akhlisu, fa inna alihatukum la tughni ankum shay'an hahuna. Bëhuni të sinqert, pra në këtë aspekt reaktivizoni atë kartën e sinqeritetit dhe atë natyrshmërisë së pastër, se ato idhujt të cilët ju adhuroni, këto nuk ju sjellin dobi. Atëherë tha kë, la in lam yunjini fil bahr ila al ikhlas, nëse në det nuk më shpëton ka vetëm se sinqeriteti, ma yunjini fil bahr, atëherë në tokë nuk do të më shpëtoj diçka tjetër. Allahumme, atëherë e jep besën, inna laka alay ahad, thot ta jap besën, o Allah, in anta afejteni mimma ana fi, nëse më shpëton në atë dhe më nxjerr nga ky në të cilën unë jam, ati Muhammeden fa edha yadi fi yadihi, do të vi tek Muhamedi dhe do ta vuj dorën time në dorën e tij, fala ajidannahu afuwan karima, do ta gjej falës bujar, fa jaa fa aslam. Atëherë shkoi dhe e pranoi Islamin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, nga kjo kuptohet se sinqeriteti është ai që i shpëton njerëzit, edhe qofshin edhe jo besimtar mirë, por nëse janë të sinqert në kërkimin e të vërtetës, Allahu subhanahu wa taala ja hap zemrën, pra dhe me këtë domethënë i mundson që të kenë dobi nga ky sinqeritet. Ishte interesant fjala fala ajidannahu afuwan karima, edhe pse probleme që i ka shkaktuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, duke e ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se cilësitë e tij që ishte falës dhe kështu me radh, tha do ta gjej thot falës. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot wa idha massakumud-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Nëse thot ju godet thot juve ndonjë val, thot një e keqe në det, ata që i thirrsni si zotat e tjerë thot dal humbin. Falamma najakum ila al-barri aradtum wa kana al-insanu kafura, mirë po, kur ai ju shpëton thot ju distancoheni, ju shmangeni, vërtet njeriu është shumë mosmenjohës. Pra të nderuar vëllezër, njeriu në raste të vështira, pra shpesh herën pra aktivizohet në natyrshmëria, e cila është kjo natyrshmëri? Natyrshmëria është ajo që quhet alamud dharr, bota e thërmisë. Çdo kush të nderuar vëllezër, çdo njeri nga Ademi alayhis salam deri në njeriun e fundit, Allahu subhanahu wa taala e kanë pranuar si Zot. Siç thot Allahu në surën e Araf, ku kërkon pra që i kanë nxjerr pra wa idh akhadha rabbuka, pra nëse kur Zoti thot e morri thot mithaq, pat premtimin dhe besatimin, min dhurriyatin wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqul yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin.
që pra aja mund Zoti juaj, pra Allahu subhanahu wa taala i ka nxjerr të gjithë njerëzit, pra dhe ka kërku ka ata që të dëshmojnë se a është Allahu Zoti jon, qalu bela, të gjithë njerëzit pra kanë thënë që ti je Zoti jon, an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, që mos të thoni në ditë të kiametit ne nga këto ishim pra të shkujdesshëm apo gafil apo në gaflet. Kjo do të thotë nderuar vëllezër, edhe hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kullu mauludin yulad ala fitra. Çdo fëmijë, çdo foshnjë lind në natyrshmërinë e vet. Pra çfarë do të thotë në natyrshmërinë e vet? Në islam. Dhe njeriu pra kur është në kohë të vështira, i aktivizohet pra ajo natyrshmëria dhe sinqeriteti dhe lut Allahun subhanahu wa taala. Pra ato thot wa idha ghashiyahumul mawju kadhulli da Allah mukhlisina lahuddin. Kur ato i mbulojnë një val, thot si hijet e errta, i luten Allahut me sinqeritet të plot. Edhe këtë e shohim të nderuar vëllezër dhe sot në jetën tonë, në për aeroplane dhe këto kur ka turbulenca dhe kështu me radhë, i shef se ato nuk besojnë. Janë jo besimtarë kështu me radhë, mirë por kur ka turbulenca dhe kështu me radhë, instinktivisht pra reaktivizohet pra ajo natyrshmëria dhe thonë o Zot, o Zot, o Zot. Edhe pse ato pra gjatë kur janë në rahati nuk i besojnë, sepse po ta kishin besu Zotin edhe kishin qenë praktikanta. Po ashtu rasti i Ibrahimit të nderuar vëllezër, pra jemi tek pika e dytë, pra dobi që i sjell sinqeriteti në botën, pra në këtë botë pa ardhur tek bota e përtejshme. Ibrahimi a.s. kur i distancua nga populli i tij e i braktisi ato për hir të Allahut, siç e përshkruan Allahu çka thot, falama tazalahum wama ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Pra kur ai u nda nga populli dhe nga rrethi i vet, thot, dhe nga ato që i adhuronin ato pra në vend të Allahut, wa habna lahu, ne i dhuruam atij Ishaqun wa Yaqubin. Ishaqun wa Yaqubin dhe secilin prej tyre thot, ne thot e bëm pejgamber. Pastaj dhe prej atyre prej Ishaqut dhe Jakubit kanë ardhur pejgamber tjerë. Pra të nderuar vëllezër, kjo vjen del në pah dhe ndihmon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra edhe pse nuk ka nevojë që ajetet të vërtetojnë hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po lidhshmëri njëra me tjetrën që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men taraka shay'an lillah awadallahu khair, kush e lën diçka për Allahun subhanahu taala, Allahu ja kompenzon dhe ja zaventson me diçka më të mirë. Pra Ibrahimi alayhis salam i la idhuj dhe ato që ka idhurun, Allah i furnizoj dhe la gruën e parë dhe kështu me radhë, ndështë Allah pastaj e furnizoj me fëmijë dhe ata fëmijë i bani pejgamber. Pra kjo duhet me qenë rregull në jetë, se ai njeri i cili lën diçka për hir të Allahut, është i sinqert në lanjen e një vepreve, vetëm për hir të Allahut subhanahu taala, jo nga pamundësia dhe kështu me radhë, Allahu subhanahu taala do t'ja kompenzoj me diçka më të mirë. Pa marrë parasysh ky a është diçka materiale, apo është një kënaqësi, apo lumturi e brendshme dhe kështu me radhë, sepse nuk ka shkush që gjaja të kompenzohet vetëm me diçka materiale, mirë, po mund të kompenzohet edhe me gjëra të brendshme, lumturi, kënaqësi dhe kështu me radhë. Të nderuar vëllezër, siç e kemi përmend, sinqeriteti, bindja dhe kështu me radhë, këto janë ndjenja që apo pozita që njeriu arrin, dhe thjesht nuk janë gjëra teorike që njeriu ndalet dhe jep definicione. Kur njerëz dhe dietarët kanë qenë të sinqert, pastaj prej tyre kanë buru, si më thon, fjalë të mëdha. Ndër ato e kemi edhe fjalën e Ibn Taymijes, kur e burgosën dhe bajagia ngushtun dumjan e tij e kërcënuan dhe kështu me radhë. Çka tha Ibn Taymija? Çka doli si rezultat i sinqeritetit që kishte, tha madha yaf'alu a'da'i bi an jannati wa bustani fi sadri. Çfarë bëjnë, thot, armiq, thot, me mua kur unë xhenetin pra e kam në brendësinë time, inna qatli shahada, mbytja ime është shahidluk, burgu është vetmi dhe pra ndarje kohës për Allahun subhanahu taala, wa nafi siyaha, dhe deportimi jem është pra turizëm dhe thirrje në rrugt të Allahut subhanahu taala. Kjo tregon të nderuar vëllezër se lumturia dhe qetësia e tij shpirtërore pra nuk u varte nga rrethanat e jashtme, por nga ajo që kishte brenda. Dhe kështu duhet të jetë me çdo besimtar. Lumturia, të nderuar vëllezër, duhet ta kuptoj se lumturia buron nga brenda dhe jo nga ato gjëra që e rrethojnë njeriu. Mu për këtë Ibn Taymija, edhe pse ishte në burg,
ishte shumë ma i gëzuar dhe shumë ma i lumtur se sa ato të cilët vetë e burgosën Ibn Tejmien. Po ashtu të nderuar vëllezër, dobi që i sjell sinqeriteti njeriut prej në këtë botë, e kemi përmend edhe rastin e atyre treve që transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot bainama thalathatun nafar, thot ishin tre vetë, thot duke ecë, yatamashuna akhadhahum matar, i nxuri shiu, thot famalu ila gharin fil jabal, atëherë hynë në një shpellë në mal, fanhatat ala fami ghari sakhratun min al jabal, atëherë ra te kjo shpellë, thot një gur, thot fa atbaqat alehim, duke i bllokuar brenda, fa qala ba'dhum li ba'd, atëherën mes vete pra folën, u drejtu njëri tjetrit, undhuru a'malen amiltumuha lillahi khalisatan, fadullah jalla wa jalaluhu yufrijuha. Pra lutuni Allahut me ndonjë vepër që e keni bë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra të nderuar vëllezër, të bllokohet njeriu apo të kalojnë në për probleme dhe kështu me radhë, kjo ka mundësi të kalojë çdo njeri nga ne. E vetmja gjë, pra ka raste dhe etapa në jetë dhe faza në jetë që njeriu nuk mund ta shpëtojë vetëm se sinqeriteti. Pra ato kur i bllokoj pra në mal nuk patën shpëtim tjetër vetëm se siç kemi thënë reaktivizimi i kartës së sinqeritetit. Mu për këtë dietarët thonë njeriu duhet me vepru vepra që domethënë nuk i din askush përveç tij dhe Allahut subhanahu wa taala. Dhe në raste të vështira njeriu i lejohet pra të kërkoj lutje tek Allahu me veprat e mira që i ka bë. Pra njeriu bën vepra dhe në mënyrë dhe në raste të vështira të afrohet tek Allahu duke lutur o Allah, në shkak për këtë vepër që e kam bë, nëse ka qenë vetëm për hir tënde, më lehtëso dhe më nxjerr nga ky vend në të cilin unë jam. Rëndësia të nderuar vëllezër që ka sinqeriteti, siç thot Seleme ibn Dinar, një nga selefët, thot për rëndësinë që ka veprat në afatgjat. Thot askënd, thot mos e armiqso e mos e ushqe urrëtie për ndokën derisa të mos shikosh në punët e tij të fshehta mes tij dhe Allahut. Se nëse ka vepra të mira në fshehtësi, thot të jesh i bindur se Allahu nuk do ta lërë në balë kundrejt armiqësisë sate. E nëse ka vepra të liga në fshehtësi, të mjafton thot dëmi që ja shkakton të ligat e veta, madje edhe sikur të mundohesh të bësh dëm më shumë se sa që ja bëjnë atij gjunahet ndaj Allahut, nuk do të arrish. Dhe thot një nga dietarët, për Allahun bëni kujdes në të fshehtat, sepse e jashtmja e mirë nuk jeton dot bashkë me të mbrëmshën e keqe. Pra të nderuar vëllezër, shohim shumë njerëz sot për fat të keq, edhe pse jetojmë në një kohë të fitness, ka jo dikush devijon dhe kështu me radhë, thjesht kjo ka mundësi të nderuar vëllezër, një prej arsyeve është se brendësia e tyre ka qenë pra problem. Për ato dietarët si Ibn Jauzi dhe kështu me radhë, keni kujdes në veprat e mshefta të cilat i keni, sepse nëse një njeri në të msheftën e tij, pra thjesht ky vetëm në të jashtmen e tij dhe të dukshmën shfaq, domethënë shtiret dhe kështu me radhë shfaqje si i mirë dhe kështu, mirë po në të brendshmen e tij ka probleme, kjo të nderuar vëllezër në afatgjat nuk do të munden me ndaj njëra me tjetrën, sepse siç kemi thënë tek ehli suneti beson në lidhshmërinë e të brendshmes me të jashtmen. Pra nuk ka mundësi një njeri me pas frikë Allahun, me qenë i sinqert, me qenë i bindur, me pas shpresë tek Allahu dhe të gjithë veprat e zemrës mi pas, dhe këto vepra mos me reflektu në gjymtyr, sepse ka lidhshmëri njëra me tjetrën. Dhe kështu nëse një njeri në brendësinë e tij ka probleme dhe nuk mundohet që të rregullon brendësinë e tij, sinqeritetin, bindjen dhe kështu me radhë, mirë po mundohet vetëm në të jashtmen e tij, ky të nderuar vëllezër me kalimin e kohës do të lodhe dhe do të lajnë edhe veprat e jashtme, sepse ai motivi dhe shtytsi është brendësia. Mu për këtë jo rastisht Allahu subhanahu wa taala kur thot yawman la yanfa'u malun wala banun, atë ditë nuk të bën dobi asgjë, vetëm ai që shkon tek Allah me një zemër të pastër, domethënë se zemra është ajo që ai motori apo ajo, nëse kjo është në rregull, nëse veprat të cilat gjenden në zemrën janë në rregull, dhe të gjithë tjera do të jenë në rregull. Po ashtu të nderuar vëllezër, dobi që sjell sinqeriteti në këtë duke u nis nga kjo botë, është se Allahu ja largon të sinqertit mendimet e liga, çytje turbulluese, vezveset,
dhe të gjitha ato kurthat të cilët pra i bajnë pra njerëzit kundrejt atij të sinqertit. Thot Ibn Taymija, është më se e qartë se dedikimi i sinqert i adhurimeve ndaj Allahut e pengon pushtimin e shejtanit mbi robin dhe nënshtrimin ndaj tij, gjë e cila obligon dënimin ashtu siç thot Allah për Jusufin e Pra, të nderuar vëllezër, pra sinqeriteti e nxjerr njeriu edhe kur është në vetmi mes tij dhe të bërit mëkat mes tij dhe shejtanit, pra e nxjerr pra është një lloj ndihmese, një lloj ndihme që e nxjerr pra të sinqertin. Rast e kemi pra rastin e Jusufit a.s. Jusufi a.s. gjithë e dim ka kalu në përsprova shumë të mëdhaja, pra duke u burgos, pastaj akuza që i bani gruaja e mbretit për Jusufin dhe kështu me radhë, pra në pikpamjen e parë një rob i dopt dhe kështu me radhë të shpëtoj nga ajo pra dhe të dal gruaja mbretit në faj dhe kështu me radhë, e vetme të nderuar vëllezër, Allah na tregon se është sinqeriteti. Çka thot? Kedhalika linasrifa anhu su. Kështu thot, bëri që ta largonin prej tij të keqen, anhu su wal fahsha, dhe shturjen, innahu min ibadina al mukhlasin, sepse vërtet ai ishte prej robërve tanë të sinqert. Pra njeriu kur është në vetmi, njeriu kur në për të përgatisin kurtha dhe kështu me radhë, një prej gjërave kryesore të nderuar vëllezër që e nxjerr nga ajo gjendje dhe nga ajo situatë është sinqeriteti. Kemi shembull Jusufin alayhi salam. Po ashtu të nderuar vëllezër, dobi tjetër duke u nis nga kjo botë, pra deri tash jemi duke fol vetëm për dobit dhe ato frytet, përfitimet që i sjell sinqeriteti në këtë botë, është se robi i sinqert të nderuar vëllezër është çlirohet nga adhurimi i dikujt a diçkaje tjetër posa Allahut. Pra, ky është ai epilogu apo ajo kryesorja, nëse mund ta quajmë, ta shkurtojmë dy ligjëratën e fundit dhe këtë ligjërat, pra dobia kryesore të nderuar vëllezër është se i sinqerti pra çlirohet nga adhurimi i çdo kujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Duhet ta kuptojmë se, siç kemi thënë, zemra të nderuar vëllezër rrotullohet dhe zemra nuk mund të qëndrojë neutral, mirë, po do të marrë një kahje. Ose do të marrë kahje duke adhuru dëshirat, epshet, egon dhe kështu me radhë, ose do ta marrë kahje duke me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Për atë Allahu thot: "Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa." A nuk pave o ti, pra që ai për Zot e ka marrë dëshirat dhe epshet e veta. Pra dëshira, epshi dhe kështu me radhë janë idhull që adhurohen përveç Allahut subhanahu. Çka do të thonë me marrë dëshirën dhe epshin dhe egun për Zot? Do të thonë Allahu subhanahu taala thot diçka, ndërsa dëshira, ego e jote thot diçka tjetër. Tash këtu ndahen rrugët. Nëse ti e mbizotron egon dhe dëshirën dhe i shkon të kundërtën e asaj dhe shkon atë çka ka thënë Allahu subhanahu taala, atëherën ti e ke marrë Zotin, Allahun subhanahu taala për Zot. Mirë, po nëse e lën Allahun, e lën rrugën e tij dhe merr rrugën e epshit, dëshirave dhe kështu me radhë, për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "La yu'minu ahadukum", thot, nuk do të beson askush nga ju derisa dëshirat e tyre thot të jenë pra tab'an lima ji'tu bihi. Ashtu pra të nënshtruara ndaj asaj që unë kam marrë. Pra mos me qenë pra Islami dhe suneti dhe ardhja pejgamberit dhe kështu me radhë me u nënshtru dëshirave të personit. Pra me bashkë çka i bën, çka e çon dëshira, mirë, po dëshira, qefet, egoja dhe kështu me radhë thot pejgamberi nuk ka besuar askush derisa këto ti nënshtrohen thot asaj me të cilën kam ardhur. Pra të nderuar vëllezër, siç tham, njeriu duhet me adhuru dikën. Zemra duhet me adhuru dikën. Mu për këtë, ai njeri i cili është i sinqert lirohet nga çdo lloj adhurimi tjetër, njerëz, idhull, pare dhe çdo gjë tjetër, pra kur është çështja dhe i jep rëndësi adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Te çështja e adhurimit të nderuar vëllezër, kemi dy lloj adhurimesh. Dietarët thonë kemi dy lloj, pra ubudiyetul ittirar wal khudu' lillah. Adhurim i detyrueshëm dhe nënshtrim ndaj Allahut. Pra nahnu ibadullah ittiraran, që do të thotë ne jemi rob të Allahut me detyrim, e dëshiruam në këtë apo jo. Pra në aspektin se Allah na ka kriju, pra nuk kemi pyet kur do të lindim, kur do të vdesim, kur do të smundemi dhe kështu me radhë. Kjo tregon se dhe këtu hyn të nderuar vëllezër dhe motra të gjithë njerëzit. Kjo është ajo
robëri në nështrim me imponim. Këtu çdo gjë Allah subhanahu wa taala do të janë të nështruar, toka, qielli, besimtarët, jo besimtarët e kështu me radhë. Dhe e kemi një ubudiyetul ikhtiyar që është të jesh robi i Allahut me dëshirë. Pra te zgjedh, pra me zgjedhjen tënde dhe me vetë dëshirë robi kujt do të jesh? A do të jesh robi pasurisë, a do të jesh robi dëshirës, egos dhe kështu me radhë, apo do të jesh robi i Allahut subhanahu wa taala? Imam Shatibiu të nderuar vëllezër në librin e tij El Muwafaqat, të cilat flet për objektivat e shariatit, kur i bashkon këto dyja çka thot? El maqsidu shar'i min wada'i sharia, qëllimi i shariatit në vendosjen e ligjeve, pra dispozitave, namazit, zakatit, agjërimit, haxhit dhe kështu me radhë të nderuar vëllezër, gjithë këto kanë objektiva. Pra agjërimi ka objektiv. Pse është ligjësu, pse është urdhëru, namazi, haxhi, zakati dhe kështu me radhë. Thot ky dietar el maqsidu ash-shar'i min wada'i shari'ati, thot vendosjen e shariatit është thot ikhrajul mukallafi thot an da'iyati hawahu, që ta nxjerr njeriu thot e ngarkuar thot me përgjegjësi, hatta yekuna thot abdan lillahi ikhtiyaran, me përgjegjësi nga ndjekja e epshit të tij derisa ai të bëhet robi i Allahut me zgjedhje, kama huwa abdun lillahi ittiraran, ashtu siç është rob i tij me detyrim. Pra të nderuar vëllezër, ndoshta në përgjithësi Imam Shatibiu fjalët e tija i ka pas të vështira, ndoshta fillimisht nuk kuptohet, mirë po çka ka për qëllim ky dietar nga kjo fjalë? Thot Allahu subhanahu wa taala ka vu dispozita dhe ka vu ligje. Pra fillimisht, siç thamë, njeriu është robi i Allahut. Pra, siç thash, në disa gjërat në vija trasha, lindën, vdekën, sëmuret, kështu me radhë. Mirë po, tash në disa gjëra ka edhe zgjedhje. Tash që njeriu vetë nuk ka mundësi me arrit tek e vërteta dhe shkak i rrethanave, pra që rrethojnë faktorët e jashtëm të ndryshëm mund të devijojë dhe kështu me radhë, Allahu subhanahu wa taala ka vendos ligje, dispozita, ka vu ndalesa, ka vu obligime dhe kështu me radhë, thot që këtë robëri i cili është me imponim, thot, duke ndjek këto dispozita, thot, të bëhet, thot, ashtu siç është robi i Allahut me imponim, të bëhet, thot, rob i Allahut me dëshirë, pra mos të bëhet rob i diçkaje tjetër. Pra të nderuar vëllezër, kjo do thot se njeriu nuk mund ta gjej atë lumturinë shpirtërore, qetësinë shpirtërore derisa nuk i bashkon mes këtyre dy adhurimeve, të detyrueshmes dhe atë që është me vetë dëshirë. Po ashtu thonë dietarët, kullama khada al-insan lillah irtafa wa kullama khada lil khalq pra dhal. Kjo është një lloj el muadala aksie, thonë dietarët, e kundërta e zakonshme. Pra ekucion që do të thotë se sa më shumë që njeriu përkulet Allahut subhanahu wa taala, aq më shumë ngrihet. Dhe sa më shumë që përkulet njerëzve, aq më shumë pra poshtërohet. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, këto janë ato dobit e sinqeritetit nga kjo botë, dhe po përmbylli me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur nuk pat pra duke u kthyer tek ajo pika parë që Allahu subhanahu wa taala i ndihmon robët e sinqert, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë nuk kishte pranim. Pastaj u nis në Taif dhe atje nuk kishte pranim, pra dhe nga u dëbu dhe nga Taifi. Atje çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati. O Allah, ty të ankohem për dobësinë e forcës time, wa qilatu hilati, për pa fuqinë pra time, wa hawani ala nas, dhe për buzjen që njerëzit më bëjnë, ya arhamur rahimin, o mëshirues, o më i mëshirshmi, anta rabbul mustadafin, ti je Zoti i dobtave, wa anta rabbi, ti je Zoti im. Pra këtu të nderuar vëllezër shfaqet sinqeriteti. Ila man takiluni, në tek kush po më leh, ila baidin yatahajjamuni, pra nga tek një i huaj që më trajton me ashpërsi, am ila aduin malaktahu amri, apo nga një armik që i ke dhënë pushtet mbi mua, in lam yakun bika ghadabun alay fala ubali, nëse nuk je zemëruar me mua, atë nuk e kam gajle, pra fare, walakin afietuka awsa'u li, mirë po për mëshira jote, thot, është më e gjerë për mua. Pra të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe dihet pra rezultati, pra që sinqeriteti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e shtyri që ta bajnë
këtë dua tek Allahu subhanahu wa taala dhe t'i drejtohet Allahut, dhe pastaj e dim të nderuar vëllezër, nuk shkuan disa vite dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdh çlirues i Mekës. Kjo është si rezultat pra i sinqeritetit. Këto të nderuar vëllezër, kjo është më thënë ligjërata e parafundit që ka të bëjë me sinqeritetin. Ligjëratën tjetër, pra, është me do të flasim me lejen e Allahut për fitimet apo dobit e sinqeritetit në ahiret, dhe kështu llogaritemi që i kemi mbajt 8 ligjërata për sinqeritetin dhe sa do pak jemi mbulu që ta përmbledhim kapitullin pra të kësaj vepre të sinqeritetit. E lutim Allahun subhanahu wa taala me na bën nga ata të cilët jemi të sinqert, me na bën nga ato që çdo vepër të cilën e bëm të jetë për Allahun subhanahu wa taala, mos të ketë hise në të askush. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.